Shqipëria është që Rama vazhdon ta thelloj shtetin policor në Shqipëri. Deklaratat e tij janë jashtëzakonisht të frikshme. Për shembull, deklarata e tij që në 2026 do filloj të implementoj atë monedhën digjitale. Ajo është një nga gjërat më të frikshme që domethënë kam dëgjuar që mund t'i sillen shqiptarëve. Biles është më e keq edhe se sa sjellja e regjimit komunist këtu në 45-ën. Kjo paraje digjitale fillimisht është implementuar në Kinë, në këto qytete të mëdha si Pekini etj. Partia Komuniste Kineze që ka kontroll total mbi popullin, ju ka hequr në qytetet e mëdha kinezëve paran dhe biles ata përdorin këtë softwarein e face recognition, e njohjes së fytyrës. Dhe në qytetet mëdha i bën njerëzve që ti do punosh, ti nuk do shohësh ndonjëherë lekun, leku do kalojnë në llogarinë tënde bankare. Do e numër ajre. Dhe ti do hypësh në autobus, nuk ke nevojë të nxjerrësh lekun, por kamera të njeh direkte dhe ti merr lekët nga banka. Dhe do hysh në supermarket, do blesh ushqime, nuk e fut dorën në xhep, por kamera të identifikon kush je dhe ti merr lekët. Por ky sistem që Partia Komuniste e Kinës ka disa vite që implementon, Rama po e sjell në Shqipëri. Por çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë diktaturë totale. Sepse qeveria kineze ka implementuar atë programi që quhet social merit point system. E harrova termin.